Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Dhe po ashtu ju këshilloj të sillni ndërmend vdekjen e t'i kushtoni më shumë vëmendje. Pse duhet qenë mos përfillës ndaj atij që s'është mos përfillës ndaj jush? Pse të pritet për një gjë që nuk ka për t'ju pritur as pak? S'mjafton predikimi që ju japin të vdekurit që përcillni? Janë të tjerë që i shpihen në përvareza, nuk shkojnë me këmbët e tyre, pastaj lën atje, por jo se u pëlqen. Sikur nuk kanë jetuar kur në këtë botë, sepse banesa e tyre e përhershme paske qenë vërtet bota tjetër. E lanë shkret shtëpinë ku jetonin dhe tani janë në vendin që më pari tremte e i bënte të ndiheshin vetëm. U kujdesen më shumë për atë që do linin e nuk e vran mendjen fare për vendin ku do duhej shkuar. Tani nuk mundën më t'i ikin të keqes e as t'i shtojnë më virtytet. Ata që në bërë pjesë e kësaj bote dhe ajo i mashtroi, ata i besuan kësaj bote dhe ajo i rënoi.